We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better. Paint my nails cherry red, match the roses that you laid. Përshëndetje të gjithëve. Hapim të gjithë së bashku këtë ceremoni diplomimi duke kënduar himnin e flamurit. Të nderuar prindër, mësues, të ftuar për mbi të gjitha ju maturant të vitit 2026. Sot është një ditë shumë e veçantë, një ditë emocionesh, kujtimesh dhe ëndrash të realizuara. Pas viteve të mbushura me sfida, përkushtim, miqësi dhe përvoja të paharrueshme, ju keni arritur një nga momentet më të rëndësishme të jetës suaj. Sot nuk festojmë vetëm përfundimin e një etape, por gjithashtu edhe fillimin e një rruge të re, plot mundësi dhe suksese. Edhe njëherë, mirë se keni ardhur në ceremoninë e diplomimit Matura 2026 Gjimnazi Gjergj Pekmezi. Dhe për të ndarë me ne mesazhin e saj, kam kënaqësinë të ftoj drejtoreshën e Gjimnazit Gjergj Pekmezi, zonjën Renita Piqoni. Të nderuar prindër, i nderuar drejtori i zyrës vendore arsimore Pogradec, e nderuar në kryetari i Bashkisë Pogradec, të nderuar të ftuar, të nderuar mësues dhe mbi të gjitha të dashur maturant. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë mbrëmje të veçantë. Një mbrëmje që shënon vërtet fundin e një kapitulli dhe gjithashtu fillimin e një jete të re për ju. 3 vite më parë, ju erdhët në këtë shkollë me shumë emocione, me pritshmëri dhe ndoshta dhe me shumë pasiguri. Sot largoheni për saj më të pjekur, më të ditur dhe më të gatshëm për të përballuar sfidat e jetës. Gjatë këtij rrugtimi, keni mësuar më shumë më tepër se sa përmbajtjen e librave. Keni mësuar të bashkëpunoni, të respektoni njëri tjetrin, të këmbgulni edhe kur gjërat nuk kanë qenë të lehta. Këtë vit na keni bërë krenar, jo vetëm me rezultatet tuaja në provimet e maturës shtetërore,
por edhe me qytetarinë e treguar gjatë gjithë procesit të saj. Unë ju falenderoj për kulturën që treguat, për mënyrën dinjitoze me të cilën përfaqësuat shkollën tonë. Pas çdo suksesi tuaj, është puna e palodhur e mësuesve. Të dashur kolegë, unë ju falenderoj për përkushtimin, durimin dhe dashurinë me të cilën keni udhëhequr këta të rinj. Ju nuk keni dhënë vetëm dije, por edhe shembull, frymëzim dhe besim. Një falënderim e veçantë shkon edhe për prindrit. Ju keni qenë mbështetja më e madhe e fëmijëve tuaj. Keni ndarë me ta gëzimet, shqetësimet, netët pa gjumë dhe emocionet e çdo provimi. Ky sukses është edhe suksesi juaj. Të dashur maturant, nga nesër secili prej jush do të marrë një drejtim të ndryshëm. Disa do të vazhdojnë me universitetin, disa të tjerë do të ndjekin rrugë të tjera profesionale. Cila do qoftë zgjedhja juaj, mos harroni kurrë se diploma është vetëm çelësi që hap derën. Rrugën duhet ta ndërtoni ju. Çdo ditë me punë, ndershmëri dhe integritet. Mos keni frikë të ndroni, mos keni frikë të gaboni, sepse edhe gabimet janë pjesë e rritjes. Mos lejoni që vështirësitë ju ndalin. Kujtoni gjithmonë se suksesi nuk matet vetëm me atë që arrim, por edhe me mënyrën se si i trajtojmë njerëzit dhe me vlerat që mbajnë me vete. Shkolla jonë do të mbetet gjithmonë shtëpia juaj e dytë. Dyert e saj do të jenë gjithmonë të hapura për ju. Do të jemi krenar kur të dëgjojmë për arritjet tuaja, kudo që jetja t'ju çojë ju. Para se ta mbyll këtë fjalën time, doja t'ju jepja një këshill. Mos u përpiqni që të bëheni vetëm njerëz të suksesshëm. Përpiquni mbi të gjitha të bëheni njerëz me karakter, me dinjitet dhe me zemër të mirë. Sepse bota ka gjithmonë nevojë për profesionistë të Zot, por ka akoma më shumë nevojë për njerëz të mirë. Në emër të gjithë stafit të gjimnazit Gjergj Pekmezi, ju uroj nga zemra shëndet, lumturi dhe suksese në çdo hap të jetës tuaj. Fluturoni lart, por mos harroni kurrë rrënjët tuaja. Besoni tek vetja, punoni me pasion dhe mos rreshni kurrë së ndjekur i ëndrat tuaja. Faleminderit dhe ju uroj të gjithëve një mbrëmje të bukur dhe të paharrueshme. Tani kam kënaqësinë të ftoj drejtorin e zyrës vendore arsimore Pogradec, zotin Sotirash Mangëri për fjalën përshëndetse. Faleminderit. Përshëndetje maturant të Gjergj Pekmezit, përshëndetje mësues të këtij gjimnazi, përshëndetje prindrit të cilët kanë qenë kaq afër shkollës, kaq afër nxënësve dhe fëmijëve të tyre. Ju keni mbyllur me sukses rezultatet e maturës shtetërore dhe tani bëheni gati për të ndjekur një rrugë tjetër më të vështirë. Nga nesër tek ju nis një përgjegjësi më e madhe, një përgjegjësi për të kthyer edhe një herë mbrapsht atë që prindrit kanë dhënë tek ju. Gjatë këtyre 3 viteve, unë kam ndjekur jo vetëm rezultatet e maturantëve, por edhe të nxënësve të tjerë të shkollës Gjergj Pekmezi dhe jemi shumë të kënaqur jo vetëm me arritjet tuaja në mësime, por edhe me qytetarinë që keni treguar gjatë këtyre viteve. Kam ndjekur olimpiadat tuaja, konkurset, shfaqjet që keni dhënë dhe gjithçka ka qenë një paraqitje shumë e mirë, një paraqitje që ka përfaqësuar denjësisht të gjithë ju. Ju uroj edhe një herë suksese, një jetë më të bukur, një jetë suksesshme, të gjitha në arritje sa më të shkëlqyera. Tani kam kënaqësinë të ftoj për një fjalë përshëndetje në kryetaren e Bashkisë Pogradec, zonjën Etela Guso. Të dashur maturant, të nderuar prindër dhe mësues. Kjo është një ditë me shumë emocion, jo vetëm për ju, por për gjithë qytetin, sepse maturantët
e gjimnazit me emrin e të madhit atletar Gjergj Pekmezi, sot diplomohet. Kjo është një gëzim i madh për ne, sepse ju do të ndiqni ëndrat. Ju tashmë do të ndiqni studimet. Por me shumë dëshirë do të doja që nga do që të shkonit, atje ku do ndiqni ëndrat e juaja, do të na bëni krenar jo vetëm familjen dhe prindrit, po do të bëni krenar dhe qytetin tonë. Ju uroj suksese dhe një përshëndetje të veçantë për të gjithë stafin pedagogjik të shkollës, që me shumë sukses dhe me shumë profesionalitet udhëhoqi këtë shkollë në sukseset e festivaleve të shkencës, por dhe në të gjitha eventet të cilat ishin jo vetëm brenda qytetit, por në ato të rajonit të Korçës, por dhe në mbar vendit. Edhe njërë urime dhe suksese. Ftoj për të ndarë mesazhin e tij kryetarin e bordit të prindërve, zotin Albert Isufi. Përshëndetje të gjithëve. Në emër të bordit të prindërve, ju shpreh mirënjohje të stafit të shkollës Gjergj Pekmezi. Falenderoj prindrit për udhëtimin e nxënësve dhe për ndihmën që ju ka dhënë. Dhe përgëzoj të gjithë maturantët dhe uroj suksese. Sukses. Ftojmë gjithashtu për një fjalë përshëndetse zonjën Shpresa Hamolli në emër të gjithë prindërve të maturës 2026. Më mbrëma gjithëve dhe suksese ju maturant në këtë rrugë të gjatë. Por, ju pret një rrugë akoma me gjatë tani në studimet e larta. Ju uroj me gjithë zemër më të mirën për ju dhe familjet tuaja. Suksese se vërtetja dole. Një falenderim i veçantë për kolegët e mi dhe stafin pedagogjik të kësaj shkolle, qofshin gjithnjën të balodhur në detyrën e tyre. Gjithë të mirat ju uroj maturantëve, familjarëve të tyre dhe kolegëve të mi. Suksese! Ka emocione që fjalët nuk arrin të shprehin plotësisht. Për këtë arsye, muzika bëhet zëri i zemrës. Ftojmë në skenë nxënësen Cindy Lapushi, e cila do të na dhurojë një interpretim muzikor. Kur më thoi sa të duam, bindja vetën si të ishte e vërtet, dhe në kufit e tuam. Unë pranova të jetoj si një i drejt, e di që për dreq më lexohet në sy, i bëja të sot gjithçka që bëra me ty, gjithçka që bëra me ty. Shkon bas dite, në orën 5, tek i njëjti stol më kot të shprehjes, brenda filat vendosa ty, dhe filloj unë mendoj për ty. Se si një ditë t'jesh nuk më pemë në sy. Se si një zemër t'i e ndate në ty. Syze vishen lote avu, atë ti përqafon dhe mua se kalën pranë si një co aku. Ke kurajon të aktor si kur s'mënje, e di që për dreq më lexohet në sy, i bëja të sot gjithçka që bëra me ty, gjithçka që bëra me ty. Shkon bas dite, në orën 5, tek e njëjti stol më kot të shprehjes,
të vishen lot të aku Kuratet I përqafon dhe më uashe Kalën prasën e të aku Ke kurajon të aktar si kur t'ma Se si një ditësh nuk më thema në Se si një zemër t'i e ndove në Tani është momenti atyre të cilët gjatë viteve të gjimnazit kanë treguar seriozitet, kanë treguar se dëshirojnë të arrijnë rezultate sa më të larta. Në shem vlerësimi për punën dhe arritjet e tyre, do të shpërndajmë certifikata për më të mirët. Për të ndarë certifikatat, ftoj drejtoreshën e shkollës, zonjën Renita Piqoni, në drejtoreshën e shkollës sonë, zonjën Lefteri Lilo, drejtorin e zyrës vendore arsimore Pogradec, zoti Sotiraj Mangëri, dhe në kryetarin e Bashkisë Pogradec, zonjën Etela Gusha. Atëherë kjo certifikat jepet për rezultatet të shkëlqyera në mësime, zotërim të kompetencave dhe kontribut aktiv në veprimtaritë shkollore për Emilia Grozdani. Me të njëjtin motivacion, Engji Hamolli. Të njëjtin motivacion edhe Uliana Hamollari. Nxënësin Joel Piqoni me certifikat vlerësimi për rezultatet shkëlqyera në mësime, zotërim të kompetencave dhe kontribut aktiv në veprimtaritë shkollore. Shumë e nderuar, të ftoj dhe Fiona Balliun me të njëjtin motivacion. Të ftojmë nxënësen Florida Sejflari me të njëjtin motivacion. Certifikat vlerësimi I jepet nxënëses Imena Mushllari. Amanda Duda. Certifikat vlerësimi I jepet nxënëses Antonela Agolli. Certifikat vlerësimi I jepet nxënëses Kejsi Cake. Rezultate të shkëlqyera në mësime, zotërim të kompetencave si dhe kontribut aktiv në veprimtaritë shkollore. Me të njëjtin
motivacion, i jepet certifikat vlerësimi nxënëses Maria Sadikllari. Pas vlerësimit të nxënësve të shkëlqyer për arritjet e tyre akademike, dëshirojmë të dalemi edhe tek një grup tjetër nxënësish, të cilët kanë lënë gjurmë në shkollën tonë. Këta janë nxënësit që me energjinë, përkushtimin dhe pjesëmarrjen e tyre kanë qenë gjithmonë pjesë e aktiviteteve shkollore, duke kontribuar kështu në organizime, projekte, konkurse dhe veprimtari të ndryshme. Ata kanë treguar se suksesi nuk matet vetëm me nota, por gjithashtu me angazhim, bashkëpunim dhe shpirt komunitar. Për të vlerësuar kontributin e tyre të çmuar, ftoj mësuese Lindita Sinanin dhe mësuese Lindita Silon. Përshëndetje të gjithëve, shumë suksese maturantëve dhe urime të gjithë familjarëve të tyre. Filloj me certifikatën e parë, certifikat vlerësimi, i jepet nxënësit Henry Topi, për talentin dhe aftësinë e tij interpretuese, skalitjen e personazheve si dhe përfaqësim dinjitos në aktivitetet kulturore artistike të gjimnazit Gjergj Pekmezi dhe qytetit tonë. Vazhdoj me Megi Bakollari për talentin dhe aftësinë e saj interpretuese dhe përfaqësim dinjitos në aktivitetet kulturore artistike të gjimnazit Gjergj Pekmezi dhe qytetit tonë. Certifikat vlerësimi për Suela Feslari, për mbështetjen dhe pjesëmarrjen aktive në aktivitetet shkollore përmes talentit dhe krijimtarisë së saj në pikturë. Vazhdoj me Engji Hamolli për pjesëmarrjen aktive, për kushtimin dhe kontributin e vlefshëm në organizimin dhe zhvillimin e aktiviteteve shkollore, duke treguar përgjegjësi, bashkëpunim dhe frymë pozitive në jetën e komunitetit shkollor. Disa kohë përpara ose pak javë përpara, të gjithë ju, nxënësit të gjimnazit Gjergj Pekmezi, u shkritse qeshuri përmes lojës së aktorëve tanë të mrekullueshëm tek komedia Mblesëria. Kam nderin të ftoj pikërisht këta 3 nxënës aktorë të mrekullueshëm në mënyrë që të marrin jo vetëm certifikatën, por edhe një dhuratë shpërblyese. Në flik fare do të ftoj, Ivanin, Vasiljeviçin, ose Erdi Moçllari, për talentin, aftësinë e tij interpretuese, skalitjen e personazheve si dhe përfaqësimin dinjitos në aktivitetin kulturor, artistik të gjimnazit Gjergj Pekmezi. Dhe qytetit tonë. Shumë faleminderit. Kusheti. Atëre. Ftoj Bianca Fero. Me të njëjtin motivacion. Natalia. Urime. Dhe së fundmi, Nikolaj Kumbulla. Stepan Stepanovici, i famshëm. Urime. Për talentin dhe aftësinë e tij interpretuese, skalitjen e personazheve, si dhe përfaqësimin dinjitos në aktivitetet kulturore të gjimnazit Gjergj Pekmezi. Kam nderin të ftoj një tjetër talent të shkollës tonë dhe kjo është pikërisht Leonora Miti. Kënaqemi me zërin e saj të mrekullueshëm.
qytetit ku unë jetoj, jam beson, unë i thras, na gëti. Çdo klas ka historinë, kujtimet dhe emocionet e saj. Tani do të dëgjojmë zërin e secilës klas përmes senatorëve të tyre. Ftojmë fillimisht senatoren e klasës 12A, Agji Hamollin, për të ndarë me ne disa kujtime dhe mesazhe në emër të klasës së saj. Përshëndetje të gjithëve. Sot është dita kur shohim pas dhe kujtojmë se sa shumë kemi kaluar të gjithë bashkë. Nga testet e pafundme, tek projektet e minutës së fundit dhe deri tek ato çastet kur shpresonim të mos gjonim fjalin kush do ngrihet në tabelë. Tani jemi këtu me diploma në duar dhe dije që do të na shoqërojnë kudo. Në emër të klasës 12A, është nder për mua që të ndaj me ju disa fjalë në këtë mbrëmje të veçantë. Klasa jon njihet si klasa me 2 kujdestare. Zyrtarisht, kujdestarja jon ishte mësuesja e gjuhës shqipe dhe letërsisë Marinela Çekiçi. Por zemra e klasës kishte vend dhe për mësuesën e matematikës Marieta Biba. Ndonse ajo kishte klasën e saj, nuk uronte të na quante nxënësit e mi. Ne jemi nxënësit më me fat që kemi patur 2 mësuese që të kujdeseshin për ne. Të dyja kanë qenë shumë më tepër se vetëm mësuese. Çdo klasë ka nevojë për dikë që ta mbajë të bashkuar, dhe për ne ai person ka qenë pikërisht mësuese Marinela. Gjatë këtyre viteve, ajo ka qenë dëshmitare e rritjes tonë, e emocioneve, gabimeve, arritjeve dhe ëndrave tona. Ajo na ka njohur jo vetëm si nxënës, por edhe si individ, duke na mbështetur dhe inkurajuar në çdo hap. Shpeshherë, vetë besimi që dikush vendos tek ti bëhet shtysa për të vazhduar përpara. Dhe për ne, mësuese Marinela ka qenë një prej atyre njerëzve që na e ka dhënë këtë ndjesi gjatë këtyre viteve. Ndërsa këto kujtime janë të përbashkëta për të gjithë ne, ka edhe përvoja që lidhen më ngushtë me secilin prej nesh në veçanti. Për mua personalisht, mësuese Marieta ka një domethënie edhe më të veçantë. Ajo ishte arsyeja e vetme pse zgjodha të vinë në gjimnazin Gjergj Pekmezi. Përpara se të bëhesha nxënëse e kësaj shkolle,
Kisha dëgjuar se sa me përkushtim ajo e trajtonte lëndën e saj dhe mënyrën se si i ndërtonte marrëdhëniet me nxënësit e saj. Sot pas këtyre viteve, jam më se e bindur se ato fjalë kanë qenë të vërteta. Ajo na ka mësuar më tepër se sa vetë matematika. Na ka mësuar se suksesi kërkon punë. Gabimet janë pjesë të mësuarit dhe asnjë sfidë nuk është e pakalueshme kur ke vullnet dhe këmbgulje. Mbi të gjitha, na ka bërë të ndjehemi të vlerësuar dhe të rëndësishëm. Fakti që të vazhdonte të na quante nxënësit e mi, ndonse kishte klasën e saj, është një nga ato gjeste të vogla që tregon sa e madhe është zemra e një mësuese. Për të dyja ju mësuese, nga zemra, nga klasa e 12A, ju falenderojmë pa mas. Patjetër që mirënjohja u takon dhe gjithë mësuesve që kanë qenë pjesë e rrugtimit tonë, qoftë duke na dhënë drejt për drejt mësim, apo qoftë duke ndikuar tek ne përmes aktiviteteve të ndryshme që janë zhvilluar. Ndoshta nuk do t'i kujtojmë të gjitha formulat, datat historike apo termat që kemi mësuar ndër vite, por do të mbajmë gjithmonë fjalët inkurajuese, mbështetje në çastet e vështira dhe shembullin që na keni dhënë çdo ditë. Çdo sukses që do të arrijmë në të ardhmen, do të mbajmë me vete një pjesë të punës, mundit dhe përkushtimit tuaj. Çdo sukses, çdo arritje është e juaja. Në veçanti, dua të përmend dy mësuesa. Së pari, mësuesen Priscilla Demiri, e cila sot fizikisht nuk është me ne, por jam shumë e sigurt se me zemër dhe me mendje është këtu. Mësuese Priscilla, je një dhe e veçmja, nuk ka të dy si ti. Së dyti, dëshiroj të përmend mësuesen Oriola Zhiva, një nga ata njerëz që të bën të kuptor se sa ndikim mund të ketë një mësues në jetën e nxënësve të vet. Faleminderit për çdo fjalë të vyer që ka buruar nga mirësia dhe zgjuarësia juaj. Një falënderim i veçantë i takon dhe drejtorisë së shkollës, që ka qenë gjithnjë një mbështetje e rëndësishme gjatë këtij rrugtimi. Me përkushtimin për të krijuar një midis sa më të mirë për nxënësit, kontributi juaj ndjehet në çdo hap të formimit tonë. Ju falenderoj. Të fundit, por jo më pak të rëndësishëm, ju drejtojmë të gjithëve ju, bashkëmoshatarëve të mi, tashmë maturant, por në veçanti, klasës 12A, klasës më të mrekullueshme. Këto vite kemi mësuar shumë gjëra. Për te mësimit të njohurive akademike, jemi rritur, jemi përballur me sfida, por ja tek jemi dhe ja kemi dalë mban. Kemi ndarë të njëjtat banka, të njëjtat klasa dhe të njëjtat korridora. Nesër rrugët tona mund të ndahen, por një pjesë e secilit prej nesh do të mbetet këtu, në gjimnazin Gjergj Pekmezi, aty ku kaluam disa nga vitet më të bukura. Ne të ecim përpara me guxim, me ëndra të mëdha dhe me besime se gjithçka që kemi mësuar këtu do të na shoqërojë kudo. Sot nuk po themi landu mirë, po themi faleminderit për gjithçka dhe shihemi në sukseset e radhës. Urime maturantëve të vitit 2026. Tani ftoj mësuesen tonë kujdestare, Marinela Qekishi, për të dhënë fjalën e saj përshëndetëse. Të dashur maturant, të nderuar prindër, të ftuar kolegë. Fjalët e mia janë të tepërta pas fjalëve të tuaja Enxhe, sepse zemra ime po e fortë. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrje në këtë ditë emocionesh. Faleminderit prindër që besuat fëmijët tuaj tek ne, tek gjimnazi Gjergj Pekmezi. 12A, jeni më të mirët. Suksese të gjithëve! Tani është momenti për ndarjen e diplomave. Adi Kasëmbari, Aleksia Hoxhallari, Angelino Fekolli, Arlind Muçka, Armanda Duda, Aron Çinari, Denisa Langoz,
Eglantina Avdullari, Engje Hamoli, Fiona Shkullaku, Florida Sejtlari, Fotian Zacellari, Frenki Turtulli, Lenis Kumbula, Henry Topi, Imena Muçlari, Irini Hyko, Casey Tsake, Claudia Kasmolari, Fedisa Hysenlari, Laura Kasmolari, Maria Sadiklari, Marin Baliu, Marianthi Kujtimi, Orges Kasmolari, Sara Lishkolari, Serena Chinari, Cindy Elmaslari, Sofia Ibi, Suela Hafeslari, Uljana Hamolari dhe Vasilikis Kopeci. Tani lulet nuk jepen pa një kartolin. Për mësuesen më të mirë që lagjojmë të pashlyeshme në rrugtimin tonë. Në këtë çast diplomimi, shohim pas dhe kuptojmë se nuk janë notat ato që na përcaktojnë, por njerëzit që me dritën e mendjes dhe shpirtit të tyre na kanë dhënë zemër dhe shtys për të ecur përpara me vetbesim. Ju jeni një prej tyre, ndaj vlerësimi ynë për ju është i përhershëm. Çdo fjalë juaja ka qenë një dritë, çdo mësim një udhërfim, çdo këshill një hap drejtritjes. Ky vit si kujdestare ishte një dhuratë e veçantë e fatit tonë, një kujtim që do ta ruajmë gjithnjë. Ju ishit drita që na udhëhoqi deri në diplomim dhe mirënjohja për ju do të mbetet e përjetshme. Faleminderit për gjithçka që na keni dhënë gjatë këtyre viteve. Një pjesë e asaj që jemi sot mban dhe gjurmën tuaj. Klasa 12A për mësuese Marinela Çekiçi. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar mësues, prindër, të ftuar dhe të dashur shokë dhe shoqe. Sot qëndrojmë këtu me zemrat plot emocione, krenari dhe mirënjohje. Pas shumë vitesh përpjekje, sakrifica, gëzime dhe sfida, kemi arritur në një nga momentet më të rëndësishme të jetës tonë. Ky nuk është vetëm fundi një etape shkollore, por është edhe fillimi një rruge të re, ku secili prej nesh do të ndjek ëndrat dhe qëllimet e veta. Sot është një nga ato ditë që i presim me vite, por kur vjen duket sikur kalon shumë shpejt. Jemi këtu, në fund të një rruge shumë të gjatë, me shumë kujtime, lodhje, të qeshura dhe momente që nuk do t'i harrojmë kurrë. Gjimnazi nuk ka qenë vetëm shkollë për ne, ka qenë një pjesë e jetës tonë ku jemi rritur si njerëz. Kemi bërë gabime, kemi mësuar dhe kemi krijuar miqësi që shpresoj të zgjasin gjithë jetën. Sot nuk jemi më ata që hymë për herë të parë në këtë shkollë. Sot po dalim më të rritur, më të fortë dhe më të vetëdijshëm për rrugën që na pret. Por asnjë rrugëtim nuk bëhet vetëm. Prandaj, sot dua të ndalem dhe të falenderoj 3 mësuese të veçanta, të cilat kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në zemrat tona. Mësuese Marinela, ju nuk ishit vetëm mësuesja jon e gjuhë letërsisë.
Ju ishit kujdestarja jonë, na keni duruar në ditët tona më të zhurmshme, na keni qortuar kur duhej dhe na keni mbrojtur si një nënë e dytë. Faleminderit që besuat tek ne, që na qëndruat pranë dhe që kujdeset për ne, jo vetëm si nxënës, por edhe si njerëz. Ne do ta kujtojmë gjithmonë zërin tuaj, këshillat tuaja dhe kujdesin që na dhat çdo ditë. Mësuese Marieta, matematika për shumë prej nesh nuk ka qenë gjithmonë e lehtë, por ju na mësuat të mos dorëzohemi përballë vështirësive. Faleminderit për durimin, për përkushtimin dhe për faktin që kërkuat gjithmonë më të mirën nga ne. Ndonjëherë mund të jemi ankuar për ushtrimet e shumta, por sot e kuptojmë se pas çdo kërkese tuaja fshihej dëshira që ne të bëheshim më të fortë dhe më të përgatitur për jetën. E fundit, por as pak më e rëndësishmja, mësuese Klodi. Fizika na mësoi ligjet e universit, por ju na mësuat diçka edhe më të rëndësishme. Mirësinë, qetësinë dhe mënyrën se si një mësues mund të lërë gjurmë në zemrat e nxënësve të saj. Buzëqeshja juaj, mirëkuptimi dhe mënyra si na trajtonit me dashuri e respekt janë gjëra që nuk do t'i harrojmë kurrë. Ka mësues që i respekton dhe ka mësues që i mban gjithmonë në zemër. Ju jeni një prej tyre. Në emrin tim dhe të gjithë klasës, ju falenderoj për gjithçka. Faleminderit për çdo mësimi, për çdo këshill, për çdo herë që na thatë ju mundeni. Sot po largohemi nga bankat dhe korridoret e gjimnazit si maturant, por një pjesë e asaj që jemi sot mban edhe emrin tuaj. Shpresojmë që një ditë kur të na kujtoni, ta bëni me të njëjtën dashuri me të cilën ne do t'ju kujtojmë ju. Faleminderit nga zemra. Nuk ju po ju them lang të mirë, por mirupafshim. Me shumë kënaqësi ftoj Joel Piçonin, senatorin e klasës 12B për fjalën përshëndetse. Përshëndetje të gjithëve. Në këto vite gjimnazi, kam kuptuar se duhet jemi falenderues për çdo detaj që na ndodh në jetë. Çdo hap i vogël, pasi mësimet më të mëdha vijnë nga gabimet tona që kalojnë pa u vënë re. Çdo ditë që ka shkuar na ka ndihmuar të vijmë në moment kulminant të jetës. Jo vetëm akademikisht, por edhe si njerëz, se nesër do të heqim si të ardhmen. Si mjek, arkitekt, inxhinier, psikolog dhe shumë profesionë të tjera që dikur kanë qenë thjesht ëndra, por sot jemi më afër se kurrë për përmbusjen e tyre në realitet. Fillimisht do të falenderoja stafin e mrekullueshëm të shkollës sonë, që na kanë gjetur pranë gjatë çdo momenti të vështirë, duke na ndihmuar të mësojmë me durim, pozitivitet. Në veçanti falenderoj profesorin kujdestar Çelnik Kapri. Nëse keni guxim të nderojmë, nëse sot kemi guxim të ndërojmë më larg, është sepse ju dikur besuat tek ne, edhe kur ne nuk ishim të sigurt për veten. Do të mbeteni gjithmonë pjesë e historisë sonë. Një falënderim i shkon edhe miqve që kam njohur gjatë këtyre 3 viteve, që më kanë kthyer çdo ditë në shkollë një kujtim të paharrueshëm. Por frymëzimi më i madh vjen nga miqtë tanë më të mirë, njerëz të mrekullueshëm për të cilëve mora emrin dhe jetën, prindrit tanë. Prindrit kur nuk na kanë bërë të ndihemi sikur ka diçka që nuk mund ta arrijmë, apo dikush që ne nuk mund të bëhemi. Ata mbushin jetën tonë me dashuri dhe gëzim, duke kujdesur çdo ditë që ardhmja jonë të jetë e sigurt. Ndërsa prindrit më udhëheqin gjatë këtyre viteve me këshilla shumë të vlefshme, nuk e di nëse ka kuptuar ndonjëherë se personi që kam dashur më shumë të bëhem në të ardhmen janë ata. Një shprehje e njohur thotë se për të rritur një fëmijë nevojitet një fshat i tërë. Por prindrit dhe mësuesit tanë kanë qenë të mjaftueshëm për të rritur një brez të mrekullueshëm. Falenderoj çdo prind dhe mësues që sot është mes nesh për të parë rezultatet e punës së palodhur gjatë këtyre 18 viteve. Por gjithashtu falenderoj edhe prindrit të cilët janë duke punuar dhe nuk mund të vinin sot këtu. I falenderoj për sakrificat që bëjnë çdo ditë për fëmijët e tyre. Faleminderit çdo personi që ka qenë pjesë e jetës sonë, pasi sadopak keni ndryshuar perspektivën tonë mbi jetën. Faleminderit. Tani doja të ftoja profesor Çelnik Kaprin për të thënë një fjalë përshëndetëse.
Mirëmbrëma të gjithëve. Një përshëndetje veçantë për të gjithë prindrit, të ftuarit, mësuesit dhe në veçantë të gjithë maturantët me shumë dashuri klasa e 12B. Kultësi nuk është vetëm i juaj, është edhe joni, duke ju parë që jeni të plotësuar, jeni të sigurt në udhëtimin tuaj që do bëni gjatë karrierës suaj të mëtejshme. Urimi veçantë i imi do të jetë Zoti t'ju bekojë në udhëtimin e jetës, në udhëtimin e dijes, të bëjë të denjë për veten tuaj, kudo që t'jeni të parët, dhe kjo arrihet vetëm me punë dhe mos harroni asnjëherë sakrificën e prindërve tuaj. Atë duhet ta shpërbleni me patjetër. Urime dhe suksese. Tani doja t'i jep për profesor Selni Kaprit një pushet me lule si shenjë respekti për punën e palodhur gjatë këtyre 3 viteve. Atëherë fillojmë me shpërndarjen e certifikatave. Alisa Bucuku. Anduela Gjukellari. Antonella Agolli. Brikena Lazallari. Brisilda Colaku. Eneida Zesholari. Evi Bacolari. Fiona Baliu. Gabriela Seitlari. Hortensia Lazallari. Igli Korca. Irina Hajilari. Cassandra Spahi. Clarissa Latolari. Clarissa Mazelli. Clea Sofi. Leo Husenlari. Manusha Sheleka. Megi Bacolari. Michela Castrioti. Noel Molla. Olivia Burnazi. Emilia Grozdani. Rezarta Gjona. Silva Jakuplari. Darion Çuka. Sejdi. Përshëndetje të gjithëve. Në emër të gjithë klasës 12B, dëshirojmë të shprehim mirënjohjen tonë me të sinqertë për të gjithë mësuesit tanë. Faleminderit për dijen, durimin dhe për kushtimin që na keni dhuruar gjatë gjithë këtyre viteve. Çdo mësim dhe çdo këshill juaj do të na shoqërojë edhe në të ardhmen.
Një falënderim të veçantë shkon për mësuesen Marieta Biba dhe mësuesen Lindita Sinavi, të cilat për 2 vite kanë qenë pjesë e rëndësishme e rrugëtimit tonë. Faleminderit për mbështetjen, besimin dhe përkushtimin tuaj. Ju keni ndikuar jo vetëm në formimin tonë si nxënës, por edhe si njerëz. Po ashtu, një mirënjohje e veçantë të takon profesorit tonë kujdestar, Zoti Çelni Kapri. Faleminderit për durimin, mirëkuptimin dhe kujdesin që keni treguar ndaj nesh gjatë gjithë kësaj kohe. Sot largohemi nga kjo shkollë me kujtime të bukura, me miqësi që do të zgjasin edhe me bindjen se pas çdo arritjes tonë do të qëndrojë edhe puna dhe përkushtimi juaj. Ju uroj të gjithë bashkëmoshatarëve të mi suksese dhe mësuesve shumë shëndet, suksese në brezat e ardhshëm. Ftojmë senatoren e klasës 12 C, Viola Rexhollari, për të ndarë emocionet e kësaj dite të veçantë. Të nderuar të pranishëm, sot nuk po mbyllim thjesht një cikël shkollor, po shkëputemi nga një pjesë e identitetit tonë për t'i hapur rrugë tjetrës. Jemi nisur si 28 individ të ndryshëm me frikra, ëndra dhe ambicje të shpesh përgaseshme me njëra tjetrën. Kemi ndarë më shumë se sa thjesht banka shkolle. Kemi ndarë sekretet, zhvillimet dhe të kaosin tonë të bukur që na bëri bashkë. Unë si zëri juaj, për këtë kohë kam pasur fatin të shoh të klasës si ke grup me nxënës, po si një forcë që nuk dorëzohet kurrë. Dhe nëse sot jemi këtu të gatshëm për të dalë në botë, është sepse dikush besoi tek ne edhe atëherë kur ne bënim gjithçka për t'u mbitur atij durimin. Profesorët tonë shkollaku, ju nuk na mësuat vetëm gjuhën angleze, ju na mësuat të lexojmë, njerëzit të kuptojmë peshën e fjalëve tona dhe të qëndrojmë të drejtë edhe atëherë kur era fryte të katë të kundër. Ju nuk keni qenë thjesht një mësues kujdestar, keni qenë të shpitari jonë më i mirë. Faleminderit që na keni dhënë më shumë se thjesht notat. Na keni dhënë shpresë për të besuar tek lutja. Ka një thënie që i shkon për shtatë kësaj dite. Mos shkoni atje ku të çon rruga, po shkoni atje ku nuk ka rrugë dhe lini një gjurmë. Dhe për të lënë gjurmët tona, kemi pasur nevojë për frymëzimin tuaj. Ndaj profesor, dëshiroj t'ju ftoj këtu për të frymëzuar të gjithë, ashtu siç keni bërë me ne çdo ditë, me përkushtimin tuaj. Ftoj profesorin tonë shkollaku! Një tuf me lule për mësuesin më të mirë. Mirëmbrëma të gjithëve. Sot do t'ju uroj të gjithë maturantët. Sot do t'ju uroj të gjithë maturantët për përkushtimin dhe arritjet e tyre në këtë vit. Gjithashtu, një falënderim të veçantë dua për prindrit, të cilët i besuan mësuesve të gjimnazit tonë, dhe një urim special për klasën 12C. I jeni më të mirë dhe më të veçantë. Për të gjithë ju maturantë që keni vendosur të studioni në Shqipëri, apo ju të tjerë që keni vendosur këtu, studioni në shtetet tuaja. Si dhe për ju që do t'i përkushtojnë një profesionit të caktuar. Gjithmonë bëni më të mirën tuaj, kudo që të jeni, sepse në saj të mirësisë tuaj, ju do të jeni vlerë e vetës tuaj, do të lumturoni familjarët tuaj, do t'i shëmbeni atë, do t'jeni vlerë për njerëzime. Njerëzit nuk lindin të mëdhenj. Ata kanë si përparësi mendimin dhe veprojnë të tillë. Dhe sot ju jeni fitimtarë dhe bota ju takon fitimtarëve. Suksese ma Tiranë. Gëzofshi një natë të këndshme. Tani është momenti për ndarjen e diplomave. Altea Sofi, Anastasia Berushi, Arbi Balliu, Belkisa Brane, Elisa Tumani, Enisa Sejtlari, Enzi Leka, Ergi Plaho, Erik Shkullaku, Ersi Zyko, Fabiol Kastrioti, Florian Lilo, Gradiola Yzellari, Gresa Metellari, Jola Rizolari, Lediana Gjemollari,
Lidio Bakollari, Lidia Dikellari, Luis Kume, Marina Duro, Marina Shuli, Marciano Gërmenji, Melisa Topi, Rana Fizolari, Regina Sejko, Jessica Alko, Jessica Pizzioni. Urimet e gjithëve. Do të ftojmë senatoren e klasës 12D, Erklida Hoxha, për një mesazh në emër të klasës së saj. Të nderuar mësues, prindër, të ftuar dhe mbi të gjitha të dashur maturat. Sot është një ditë shumë e veçantë për të gjithë ne. Unë jam Erklida Hoxha, senatore e klasës 12D, dhe është një nder i madh për mua të jem sot këtu. Nëse do të më kishin thënë ditën e parë të gjimnazit se një ditë do të qëndroja këtu para jush për të mbajtur fjalimin e diplomimit në emër të klasës time, ndoshta nuk do ta kisha besuar. Jo sepse nuk e dëshiroja, por sepse atëherë e ardhmja dukej shumë larg. Sot, ndërsa shoh përreth, e kuptoj se sa shpejt kanë kaluar këto vite, dhe sa shumë e kemi ndryshuar ne gjatë rrugës. Gjimnazi nuk ka qenë vetëm një vend ku kemi mësuar formula, data apo rregulla gramatikore. Ka qenë vendi ku kemi mësuar të rritemi, të gabojmë përsëri dhe të besojmë më shumë tek vetja. Ka qenë vendi ku kemi krijuar miqësi, kujtime dhe histori që do shoqërojmë për shumë vite. Si fillim, do të falenderoj nga zemra prindrit tanë. Faleminderit për çdo sakrificë, për çdo këshill dhe për çdo herë që na keni mbështetur. Kjo arritje është po aq e juaja sa është edhe e jona. Një falënderim tjetër shkon edhe për të gjithë mësuesit tanë. Faleminderit që na keni dhënë dije për durimin tuaj, për kushtimin dhe besimin që keni treguar ndaj nesh gjatë këtyre 3 viteve. Secili prej jush ka dhënë një gjurmë në rrugtimin tonë dhe për këtë do të jemi gjithmonë mirënjohës. Nuk mund të ne pa përmendur mësuesin tonë kujdestar Nuçi Grozdani, edhe pse sot nuk është i pranishëm në këtë ceremoni, mirënjohja jonë mbetet e njëjtë. Si mësuesi i historisë, ai na ka mësuar jo vetëm ngjarje dhe data, por edhe rëndësinë e të kuptuarit të së kaluarës për të ndërtuar të ardhmen. Faleminderit për durimin, për kushtimin dhe mbështetjen që na keni dhënë gjatë këtij viti. Sigurisht nuk mund të mos flas për klasën tonë. Kemi qenë një klasë e veçantë, jo gjithmonë klasa më e qetë, jo gjithmonë me organizuara, jo gjithmonë me përpikt, por padyshim, një klasë që ka ditur të qëndrojë bashkë. Kemi ndarë stresin e testeve, anksin e provimeve dhe atë pyetjen legjendare që dëgjoj pothuajse çdo mëngjes. Çfarë lëndë kemi orën e parë? Sot qeshim e këto gjëra, por nesër do të jemi pikërisht ato kujtime që do ta mungojnë më shumë. Të dashur maturant, sot nuk po festojmë vetëm fundin e gjimnazit. Po festojmë po festojmë të gjitha përpjekjet që na solën deri këtu, përpara nesh me rrugë të ndryshme, sfida të reja dhe ëndra të mëdha. Le ta shohim këtë diplomim jo si fundin e një diçkaje, por si fillimin e shumë mundësive të reja. Dhe tani, në mungesë të mësuesit tonë kujdestar, kam kënaqësinë të ftoj pranë meje mësuesen Marieta Biba, e cila me përkushtimin dhe mbështetjen e saj ka zënë një vend të veçantë në rrugtimin tonë. Faleminderit. Erkida. Përshëndetje të gjithëve. Dua ta nis fjalën time përshëndese në emër të profesor Nuçit, i cili në pamundësi të ishte këtu përshëndes klasën 12D dhe gjithë maturantët e gjimnazit Gjergj Pekmezi. Ere po flas dy fjalë në emër tim. Të nderuar kolegë, të nderuar prindër, të dashurit e mi maturantët e gjimnazit Gjergj Pekmezi, urime dhe suksese. Sot
ne të gjithë së bashku festojmë. Ne sot krenojmë me ju, sepse ja dolëm zënës, ja dolëm të gjithë bashkë të arrim rezultate shumë të mira. Të më ndjeni, sot i kam emocionet të dyfishta, sot dolëm dhe rezultate matematikës, dhe unë si viti 25 që mbyllë gjimnazin Gjergj Pekmezi, them që ju sot më bët më shumë se që duhet krenar. Falenderoj gjimnazist, rezultatet ishin shumë të mira dhe unë më falenderoj. Ndaj nga zemra, ju uroj një rrugëtim të qetë, të shëndetshëm, plot sukses, qofshi krenar për familjen tuaj, për shkollën tonë Gjergj Pekmezi, si dhe për Pogradecin tonë të bukur. Faleminderit dhe suksese të gjithëve. Tani do të vazhdoj me thirrjen e emrave së klasës 12 klasa më e mirë. Aleksandra Haxhillari, Ambra Tirollari, Andrila Hyzellari, Armenio Sullari, Erdiola Mazeli, Erdi Fasho, Fabio Shkullaku, Gerald Kremadi, Gesit Regoli, Ilion Mile, Jurgenia Qellari, Keti Sulo, Klevis Hyselari, Ledio Gjukellari, Luis Taraku, Margis Gorica, Romina Mazeli dhe Tea Marko. Me duar trokitje, mirëpresim Erdi Muçllarin, senatorin më energjik të shkollës, atë të klasës 12E. Mirëmbrëma të gjithëve. Unë jam Erdi Muçllari dhe sot kam nderin më të madh të flas përpara jush, jo vetëm si senatori një klase, por si zëri një grupi të jashtëzakonshëm të rinj. Flas në emër të atyre që shkëlqejnë më shumë se çdo kusht tjetër në këtë shesh, në emër të 12-E. E vërteta është se nuk di nga kja nisë më parë, sepse si mund të përmblidhen 3 vite vetëm në pak minuta? Si mund të tregohen me fjalë të gjitha kujtimet, emocionet, sfidat dhe ëndrat që kemi ndarë bashkë? Më kujtohet dita e parë kur hym në këtë shkollë. Ishëm vetëm disa të panjohur dhe nuk njihnim askënd tjetër, me pak emocione dhe pak frikë për atë që na priste. Nuk e dinim se vitet do të kalonin kaq shpejt dhe se do ta shikonim njëri tjetrin këtu nga kujtimet të panumërta, miqësi të vërteta dhe një histori që e shkruam së bashku. Sot nuk jemi më thjesht një klasë, jemi një pjesë e rëndësishme e jetës së njëri tjetrit. Dhe ja ku jemi sot, pas qindra orëve mësimore, pas 10 testeve, pas netëve pa gjumë, pas ankthit, stresit dhe lodhjes. Jemi këtu sot pas 4 provimeve të maturës shtetërore, duke mbyllur një kapitull të rëndësishëm të jetës tonë. Me zemrat plot kujtime, krenari dhe emocion, shohim pas me mirënjohje për rrugën që kemi përshkruar dhe me krenari për gjithçka që na pret. Kemi kaluar shumë bashkë, kemi qeshur deri në lot, kemi debatuar, kemi bërë zhurmë më shumë se ç'duhej, kemi numëruar minuta derisa zilja të binte dhe kemi menduar se kjo ditë nuk do të vinte kurrë. Por ja që koha ka një mënyrë çuditshme për t'ikur. Një falënderim i veçantë shkon për të gjitha familjet tona,
të cilat kanë qenë mbështetja më e madhe në çdo hap të këtij rrugtimi. Padashurinë, sakrificat dhe besimin tuaj, shumë nga arritjet tona nuk do të ishin të mundura. E për këtë shumë faleminderit. Të studioja në këtë gjimnaz ka qenë zgjedhja më e durë që mund të kem bërë deri më sot në jetë. Dhe kjo e gjitha sepse gjimnazi Gjergj Pekmezi ka një staf pedagogjik prej 34 mësuesish. Dhe në një mënyrë apo një tjetër kam pasur fatin të njoh pothuajse të gjithë. Nëpërmjet aktiviteteve të shumta, klubeve shkollore, bordi të shkollës dhe senatit të nxënësve, ku pata fatin e madh të isha pjesë për 2 vite. Dhe dua të falenderoj nga zemra 2 mësueset koordinatore të 2 viteve të ndryshme, mësuese Asja Leka dhe mësuese Marinela Çekiçi. Ku gjithçka që shohim sot në këtë shesh është realizuar nga ajo. E për këtë shumë faleminderit mësuese. Megjithatë, ka disa mësues të tjerë që më ka shoqëruar për gjatë këtyre 3 viteve dhe që do të mbeten gjithmonë në kujtesën time si shembuj të mësuesit të përkushtuar dhe frymëzues. Dua të shpreh mirënjohjen time për drejtoreshën e shkollës Donja Renita Piqoni, për mësuese Lefteri Lilo, profesor Vangjush Pietri, mësuese Lindita Sinani, mësuese Lindita Sila, mësuese Logena Koçi, profesor Aleksandr Filipi, profesor Çelik Kapri dhe mësuese Brisilda Demiri. Sigurisht që këto 3 vite nuk do të kishin të njëjtin kuptim pa shoqërinë e mrekullueshme që pata fatin t'i kem pranë. Dua të falenderoj nga zemra Erën, Klaudian, Aliertin, Aleksian, Valbonën, Engjin, Rejn, Leon, Fabiolin, Gjetjanin, Megin, Kristinën, Gjesilën, Orestin dhe shumë të tjerë që nuk po më kujtohen për momentin që u bën pjesë e rrugtimit tim. Faleminderit për qishrat pa fund, për kujtimet e bukura, për mbështetjen dhe për miqësi që do të mbetet një nga gjërat më të çmuara që do të mbaj me vete nga gjimnazi. Se mos mendua se nuk do të falenderoja mësuesen kujdestare. Emilda Buliçko, e cila na shoqëroi gjatë vitit të tretë si mësuese kujdestare. Për mbështetjen, durimin dhe kujdesin e saj do të jem gjithmonë mirënjohës, të cilin e ftoj të më bashkohet. Mësuese, zgjodha që fjalët e fundit i them pranë jush, sepse si një mësuese shkencash sociale e kam të pamundur të gjej fjalët e dura, por do të përpiqem. Ju ishit një nga njerëzit që jetuat këtë rrugtim bashkë me ne, më falni. E di që të ka ndodhur shpesherë, kur vja tek salla çdo 5 minutë, shpërti njëri shumë i çmuar për mua dhe plot vlera. Ti ishe mësuese kujdestare 12-se, ishte më shumë se një detyrë, ishte një mision, një sfidë që ja dolët më së miri. Me atë qetësi dhe durimin tuaj arritët që lëndën mbas aksenit jo vetëm në një orë studimi dhe analize, për në një orë që me zje e prisnim. Ndaj në datën 23 qershor, e gjithë 12-eja kishte provime zgjedhje ekonomin. Të falenderoj pa mas për gjithë shka bëre për ne, dhe të falenderoj që me etikotoje si mreti klasës. Dhe tani të dashur maturant, teksta po e mbyllim këtë kapitull, mos harroni kurrë se suksesi nuk e madh vetëm në destinacionin ku do ta arrini, por edhe rruga që do të zgjidhni për të shkuar atje. Paçi gjithmonë bekimin e Zotit në çdo hap që do të hidhni, forcën për të përballuar çdo sfidë dhe urtësi për të zgjedhur rrugën e duhur. Dhe kudo që të jemi pas shumë vitesh, le ta kujtojmë gjithmonë me krenarisë se dikur ishin maturantët e këtij brezi, maturantët e Pekmezit, maturantët e vitit 2026. Le të largohemi këtu me krenari për atë që kemi qenë, me mirënjohje për atë që kemi jetuar dhe me besim për atë që do të bëhemi. Shumë suksese për cilin do prej jush dhe tani s'kam se shtem tjetër, veç se t'ja le fjalën kësaj mësuese të mrekullueshme. Faleminderit të gjithëve! Përshëndetje të gjithëve, të dashur maturant. Disa vite më parë dhe unë kam qenë nxënëse në këtë gjimnaz. Jam ulur në të njëjtat banka si ju. Dhe në fakt atëherë nuk e kisha menduar kurrë se një ditë do të bëhesha mësuese pikërisht këtu. 3 vite më parë, pata nderin t'i bashkohem gjimnazit Gjergj Pekmezi. Dhe në fakt, pikërisht ai ishte edhe viti i parë për ju. Pra, le të themi se kemi kaluar këtë rrugëtim së bashku. Gjatë këtyre 3 viteve, kemi ndarë sfida, suksese, emocione, pasiguri dhe disa kujtime që do t'i mbaj gjithmonë me vete. Sot, ju shoh përpara meje të diplomuar. Uroj të ecni gjithmonë përpara me besim. Të mos ishni kurrë dorë nga ëndrat tuaja.
Dhe ajo çfarë është më e rëndësishme, të ruani gjithmonë zemrën tuaj të mirë, të mbeteni njerëz të mirë. Ju falenderoj për respektin, bashkëpunimin dhe çdo moment të bukur. Ju uroj nga zemra suksese në çdo hap të jetës. Urime diplomimin dhe rrugëtim të mbarë. Suksese të gjithëve. Gati 12 e ja! Algert Korça, Arsi Capo, Artiola Shkullaku, Alkeos Hafeslari, Bionela Shkëmbi, Egla Langos, Era Qemovari, Ergita Rusi, Erigen Capo, Eris Panem, Fabiol Shkullaku, Fationa Kuqo, Fiora Qyrku, Floriziena Xhemollari, Gabrielo Purba, Joel Leka, Kevi Xhemollari, Kristina Jakuplari, Marinela Gjukellari, Mario Mazde, Matias Sadiku, Nandi Marko, Orest Shkullaku, Rej Çoniku, Valbona Çekani, Gjendjan Shkullaku dhe mbyllur nga Xhezila Hyslari. Faleminderit të gjithëve!
pranishëm. Kjo mbrëmje na kujtoi se çdo fund në të vërtetë është një fillim i ri. Sot maturantët tanë largohen nga bankat e gjimnazit Gjirë Shpekmezi duke marrë me vete kujtime të çmuara, miqësi të sinqerta dhe mësime që do të shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Ju urojmë secilit prej tyre shumë suksese! Dhe tani kemi mbërritur në momentin më të shumë pritur të kësaj ceremonie, numërimi mbrapsht për hekjen tradicionale të kapelave, të cilën do ta udhëheqë mësuesja koordinatore e qeverisë së nxënësve, mësuese Marinela Çekiçi. Le ta ndjekim. Maturantët e mi, a jeni gati? Gati! Atëherë të gjithë ju ftoj këtu.